Ndodhemi te kryeministria, ku ditën e hënë Sindikata e Minatorëve zhvillon një protestë kundër rrëzimit të projekt ligjit për statusin e minatorit. Protestuesit thonë se kjo protestë do të vazhdojë akoma sepse parlamenti nuk e ka pranuar nismën ligjore për minatorët. Sepse një 71 vjeçar Zefshela shprehet se pensioni ishte pamjaftueshëm dhe kushtet që ata kanë punuar nuk u janë shpërblyer sot. Unë më quhen Zefshela, jam nga Duka Gjeni Shkodrës. Vi këto sot si shumë herë tjera për me komunikuar me qeverinë për statusin e minatorit. Unë kam 19 vjetë nën tokë, plus jam edhe invalid, jam edhe i burgosën politik, edhe sot jetoj mas 35 viteve në kushte tepër vështira, se 100.000 lekë më tonë për ilaçe, se jam besilikos. Plus ujtë, plus drita, edhe një kafe në fund muajit të s'mund me zjerë. Pra, kjo nuk është qeveri për minatorët, kjo nuk është qeveri për fshatarët, kjo nuk është qeveri për poplin, kjo është qeveri për krimin, është qeveri për korupcionin, është qeveri për drogën e për shkatrimin e kari Shqipërisë. Ky për shkatron përfunimisht se ne marrim pension 20 veta, pensionist, barezi me la makinën me lina balukun muj. Aja bën makina si lana, ajo bën 10.000 euro. Kurse 10.000 euro duhen 50 pensionist për me plotësue atë numër. Ose tjetra, 33.000 euro një birë ose një shishe ven e kryeministit shqiptar, pa e nuk është kryeministri. Ai nuk është kryeministri shqiptarve, ai është kryeministri i hajnave, ai është kryeministri i drogës, ai është kryeministri i krimit, ai është kryeministri i korrupsionit, edhe ky popull leshi se don më, po kjo është popull më i varfër në botë, dhe është populli më rdekur në botë. Se i desht më shoh krejt Shqipnia në kam i madh i vogël. Me shkatro këtë njeri se për na shkatroreni. Ai Enver Hoxha vrau, po shkatoi burgosi, po ky vrau gjon marrshtraj lirin. Ky vrau gjon marrshtraj demokracinë në Shqipëri. Sot nuk ka askush në Shqipëri demokraci, përveç Edi Ramës e kupolës tij. Pra kjo qeveri duhet me çdo kusht, mu shoh popullin kam, me rëzo këtë qeveri, me bo qeveri teknike, me ardha ata njerëz që janë për popull, se ky popull është populli më i vujt në një rrugë toksore. Është fatkeqësi. Kjo që ka ndodhur me minatorin e Shqipërisë, në asnjë vend të botës nuk ka bërë vaki. Të gjithë deputetët, deputetë, ministra, që kanë marrë shkollat në sistemin e kaluar, të gjithë kanë qenë me bursa gradist. Pra, minjerat, kromi, bagre dhe minjerat e tjera kanë qenë shtylla ekonomike e këtij vendi. Dhe sot nuk u vjen torp, haram u qoftë. Haram u qoftë buka që kanë horë gradist nga gjersa jo në minatorëve. E sot bëjmë pazare për minatorët, bëjmë propagandë për minatorët, dhe tallën me fjalë në mënyrë skandaloze. Pensionet e minatorëve janë skandal. Sa keni pensionin dhe a ju del pensioni në fund muajit? Pensioni më bërë një 200 e sa mil lek, me fjalë nuk më dalin asnjë javë, so kam kurohem për 5 munje çdo ditë, jam me insulinë, jam me probleme me mushkrit. Gjithë minatorët kanë probleme me mushkrit. Kush ka punuar me njerëz edhe mos ato të bakrit, ato janë me silikoze, me smundje profesionale. Ato jeta atyre me fjalë 95% ka vdek pa i mosh 45 vjet. Më ka vdek vllai nga silikoza, më njerë kupneshit ka pas. Tani këto vetëm janë tallën, haram e paqin. Ne s'kemi çfarë më bën. Statusi i parë duhet të ishte i minatorit, se kategoria e parë, njësh, mi fjalë dëm minator. Se le rreziqe, mi fjalë sa njerëz janë vrarë, janë coptonë në tokë, mi fjalë kemi nxjerr copa, shokët tonë. Zoti na ka ruajtur, e kupton? Dhe tani nuk pyet kurkush, ne jemi mi fjalë më të në përkëmbit ekonomikisht. Torp e faqe e zejës. Zdi që atë nuk bën vaki në asnjë vend botës. Edhe në Afrikën vendet treta gjëna ata, sa gjithë ka bë vaki, nuk bën vaki. Unë vi nga Durrësi, jam nga Pogradeci, kam punuar në minierën e Alerupit, sektori minera Dardhës, me 700 punëtor. Atje, nga 20 vite që kam punuar unë, 17 veta që janë aksidentuar, që i mbajmë kush nga korrenti, nga pakujdesia, dhe as si mas nuk është marrë. Dikush
Ka hyrë burg për pse grisi fotografinë e Veroz Kozmatotulli që u bë për amet ditë. Fikën dritat e grisi fotografinë ka për 7 vjet burg. Po nuk është puna për një fotografi, po janë bërë shumë pa drejt ato, 30 njerëz janë vrarë, 30 njerëz pa kujdesia në punë, duhet rregulli. Unë një natë ku më vjen shumë keq që kishe 4 punëtor, bëra 6 vagona, më kritikuan në mbledhje mua, ti s'ke punuar. Unë bura 15 kapella, mbronja njerëzit, e thynja burkun për një punëtor, zinte punëtorin, e dola. Sot ju bë për Ahmet Hamza Duda qyshe. Ka vdekur nga smundja e minierës, diqë, ishe në Durrës me mua, erdhi në Durrës i shket. E shumë si më vjen keq për shokët e mi që kanë vdekur, Engjël Ploha, Guri Spao, kushëritim, nga Zërvaska me mbi emër Capollari shpëtime, shumë të tjerë, 17 veta. Vaso Vasfia Amolli e ka zënë elektrovozi. Unë mbrapa me elektrovozë çoja punëtor, ku ktheva unë thanë ka vdekur Vaso. Si ka vdekur Vaso? Elektrovozi ishte për fajt inxhierit, bëri në inxhier burg atje. Hequr kapuçe elektrovozë, ai ngrem këm me kapi kokën që këtu u put koka iku tjetri. Edhe unë kalova atje. A keni ndonjë sëmundje profesionale? Po unë vetëm kam aperuar këtë gjurin e djathtë, më ka kapur guri, e kam vajtur në korë që oqa njerë me shirik, mblodhi prap, e aperova, kam dhe 11 muaj me patrica. Po aparatura që ke rritur gjoks? Po kjo nga biçket aksidentet nga rrugët janë zënë atje në Durrës. Atje kanë zënë rrugët, kanë nga vetë makina njerëzit. Ata bëjnë sikur i dënojnë, marrin e lek ata policë aty dhe i lën prap. Aty është katastrofë, vinin Durrës, nuk kalohet për trotuarët, s'ke nga kalon, të vrasin në trotuar. Prandaj që probleme kemi shumë për përmbytjet, për terra aty, asnjë gjë s'është bërë. Sa e keni pensionin? Unë kam 153.000 të vjetra, ja ku e kam letrën këtu, po këto janë letra që kam qenë në spital tunë. Si ja bëni me shpenzimet, si e përballoni jetesën? Ish me borxhe. Të dela, merr borxhe, shënon dyqan kur të lajnë ato, kur t'i laj, shive këtë. As shtesës më këshin vend, ja kjo është presionin. Kam punuar 15 ditë në tokë, marrë 10.830 lekë. Unë kam marrë, ka hyrë 2 herë Covid, jam borç 500.000 lekë. Dhe kam vajtur për të vizituar, asnjë nuk na merr përsipër. Vajta në dispanseri, me ftoje, se jam me asë, ja ku e kam pompën, gjithë nuk na shtrojnë e neve, shtrojnë ata që s'janë sëmurë, se ne nuk kemi lekë virgjës. Ne jemi në pikë në hallet. Vdekjen e dimim, po vdekje klinike të këtillë nuk e dimim. Në kohën e monizmit ne merrnim 7.200 lekë. Kishim kampin, kishim pavionin tonë, sëmundje personale. Kishim ushqimet të ringursuara. Sot 1 kile patate është 1.000 ca lekë. 1 kile bukë 1.500 lekë. Kur në kohën e monizmit buka ishte 40 lekë, 1 kile 900 gram, 950 gram. Sot ne jemi në rukryq. Nuk kemi bukën e përditshme, atëherë temi qeverisë. Sa e mervajnë ai deputeti, kryeministri, e sidomos kryetari parlamentit që i kishte të tërë punonësit në tokë. Si në Korç dhe në Pogradet, e sot drejton parlamentin. Është turpi më i madh që ne jemi pa status. Ne kemi pa statusin. Këta na i kanë hequr pa të drejtë, që dokumentet themeltare ne na jep të drejtën. Ne sot jemi pa ushqim, pa kurim. Me çfarë kushtesh keni punuar dhe a ju është rrezikuar ndonjëherë jeta? Jeta me 7 sëmundje kam dhesh. Të plevitosur jemi, me azmë po, me tension po, shtullën korrizore të dëmtuar. Kushtet të vështira nduj, pa zjarë pa dritë, dashë ndosh. Ajo është një luftë në tokë, vetëm ti që ke hyrë e një. Shkoni ndi, 20 të vrarë, 20 nuk di se si është. Toka ka marrë jetë dhe merë çdo ditë. Është luftë pa mbarim. Ka mbi 20 vite, 30 vite që protestojmë për këtë status të minatorëve dhe nuk jep përgjigje shteti, as lloj shteti, as majtas, as djathas. Kjo është një turp kombëtar. Unë për veti e quaj për turp që jam shqiptar, që nuk më përgjigjet qeveria ime, sepse ky nuk është kryeministri jon. Ky është kriminali i kombit shqiptar. Nuk kam pa kryeministër që mos përgjigjet minatorëve. Unë e kam takuar vetë me 3 muaj të vitit 2023. Dhe më ka thënë se hikë se e keni dhe nuk ka pranuar të bisedoj me mu. Ka taku edhe kolegun tin
këtë qanishinën dhe e ka lanë shtëri për tokë dhe nuk ka pranu që t'i jape përgjigje ta more ta shqerojnë në zyrët e shtetit. Kisi kuadri i parë i Shqipërisë nuk e meriton të jetë kryeministër. Si ka mundësi që nuk je përgjigje minatorëve, ku je përgjigje këtij? Pra ne unë sot, protesta e kësaj radhe nuk është ditë e tjera. Ne do të mbrojmë me jetët tona. Ne do të mbrojmë me jetët tona. Ne do të mbrojmë me jetët tona. Statusi o do mirët ose s'bën të na vrasë këtu. Ka naj kriminal, ka naj sniper, letë më vrasin mu. Letë më vrasin mu. Statusi do mirët se s'bën. Do mirët se s'bën me vdekjet tona. O në arkivole ose me fitore. Ose në arkivole ose me fitore. Për Eglizja është e rrëzuar për arsye se këta janë të gjithë tratarët tanë e tratarët kombi shqiptarë. S'ka mundësi, për një socialist nuk dolit në mroje. Si ka mundësi? Mëre këta mirë se nërgjegje nuk kanë. Po frika s'kanë nga populli. Po frika s'kanë nga te. Ne jemi plesh, mirë po nga për të bënë kesh në dim edhe na. Me atakatin tonë. Me atakatin tonë. Jo se kemi fushi ta kemi këtë kërëmisëri. Për mund s'kam forcë. Se unë të gjithë këta, unë të dishojnë kohë shpesharve, po s'kam kohë. Kemi 35 vjetë që protestojmë, po ne trokasim në derën e Shurdhit, sepse politika jonë 35 vjeqare është një politikë e shurdhër, është një politikë, janë politikanët, janë hajdut që kanë vjedhë gjithë pasurin e popullit, kanë shpërndar asetet e klasës punëtore që kishim ne si mbas qefit. I ku qeveria e pare e blus e PD-s, që për atë ne kemi sakrifikuar dhe jetët tona dhe kokën tonë. Erdi qeveria roz, qeveria specialiste, sepse ne e shohim ndërtesat dhe rrugët që ka bërë Italia fashiste s'kan as një të qarë. Rrugët që bën Partia Socialiste, po vend të gjitha në lumë, i merë lumi. Kështu që ne kemi kryeministrin ton 2 metra pikë 2 të gjatë, që është një buri gjatë dhe është një gënjeshtar, po si nuk i vjen turp, sa i dhe në gjunjë të ullet, prap del më i gjatë, është më i dukshëm para popullit. Nuk kanë turp këta, a i që në vitin 2013, sa mori pushtetin, premtoj sepse do klionde, do bënde statusin e minatorit. Ne nga ka parë çdo të hynte poshtë pengjeres të ti dhe asnjëherë nuk ka marë statusin e minatorit. Dhe kur unë vajtat e piramida që protestova individualisht, tha e keni statusin. I duket statusit kryeministër që dha një bonus në vitin 2019 me 1% për punojësit e nën tokës. Milva Ekonomi, mua më ka marrë librezën e ka fotografuar, po gojën nuk e hapë. Edhe turpi më i madhë që në seancën parlamentare, që u dhanë 74 vota kundra nga të gjithë pinjollët e PS-s, edhe 14 nga të PD-s. Kishte fëmijë minatorësh, Doril Xhelal Zmziu, diskutoj vina një krahin e minatorëve tha, bashkë me Eduard Kaprin me këta, dhe si përfundim nuk votuan. Ikën nuk votuan, u morën 14 vota nga ata, dhe 75 nga PS-ja, prandaj ne kërkojmë të thrasin mendjes, se dhe ne do të bëjmë na një budallik pasaj. Kur thaj, molotovët po ja futim, do t'ja futim ati në gojë, jo t'ja hedhim ndërtesave, se ndërtesat janë bërë me gjakun e popullit. Kam punuar 20 vite në tokë. Vajta mora pensionin, as janarin, as shkurtin, më kanë lënë me 183.000, jo si unë ka dhe të tjerë. Po dursi shpërfaqe zezë, të janë zyrtar gjithë korruptuar. Nuk i shkojnë letrat, të takon taj, po më takon ma e për atë. Me gjithatë miratorët janë shumë të lodhur, kemi punuar gjitha ato vite, haku nuk po e marrim. Prandaj nuk merrem me punë partijene, këta janë të tërë bashkë, këta janë të tërë të fëlliqur, të ikin të gjitha ata të rinjtë, të bëjnë të heqe, si pari i dyti, as jetë mos rri, as kuj gjati, as i shkurti, as jetë mos rri, mos ja u shoh bojnë atyre. U bind që ne nuk e kemi statusin, e kemi takuar 3 herë, dhe thot e keni statusin. Tani shqyr që dolën këto deputetët e majt, e thonë nuk e kemi statusin ne, edhe në komision. Si ka mundësi ta grejnë kartonin jeshil për vetën e tyre, duke grejnë nga 3-4 milion, dhe për minator që marrim nga 110 dhe 250.
Zotit Braçe i bën një thirrje, Zotit Braçe, sepse nuk ka qëndruar korrekt me ne. Ne na tham ndryshe, atje tham ndryshe në parlament. Kam ullë moshën e pensionit. Jo, zoti Braçe, nuk e ke ullë moshën e pensionit. Mosha e pensionit ka qenë 50 vjeç. 10 vjet e 6 muaj, 25 vjet gjithsej në minjerë. Dhe këto e bon 65 vjeç. Si me punu e punishtë të amëlsinave. Jo në minjerë. Të futesh për zgjalli në tokë. Ne përdorshim një shpreje, dalë shnosh. Unë kam një shok timin këtu, e kam pasur shok pëmërije dhe shok një bashkim daci. 2 vjeç e kalon i ati vetë. Do me thonë 28 vjeç ka dhënë jetën në minjerë. Po janë 1250 minator që nga 28 që kanë dhënë jetën në minjerë, në bazë të drejtorit të muzeut të Bulqizës Plum Dervishi. Kjo është e pa falshme për shtetin shqiptar. Ne nuk kërkojmë lëmosh, ne kërkojmë djesën tonë. Ore, tani thru ka lek, thot. Si s'ka lek, more shoki dashur. Le ato perdet e tyli për 3 vjetë. Le 3 metër rrugë, 3 kilometër rrugë për 5 vjetë. Ne nuk jetojmë gjithmonë. Ne jemi me smundje, të gjithë shok e ke parasysh. Dalish kino studio, e ti biesh gjithë Tiranës, të gjithë i ke në për lokale me paterica, minatorët, me gjithë. Kemi dalë me Qaniun edhe me Markun e me shok që është.